Prej vitesh, rreth 20 familje që jetojnë në një nga lagjet e fshatit Remas, aty ku ndodhet dhe qendra administrative, përballen me një rrugë jashtë çdo standardi, në ver pluhur dhe gropa, ndërsa në dimër ujë dhe balt, duke e bërë të pamundur kalimin sidomos për fëmijët dhe të moshuarit. Banorët janë drejtuar vazhdimisht Bashkisë Divjak dhe kryebashkiakut Josif Gorea, si dhe drejtuesve të njësisë administrative për ndërhyrje në këtë aks rreth 700 metër të gjatë, por kërkesat e tyre janë përballur vetëm me premtime në letra, pa asnjë investim konkret. Rruga është jashtë funksionit nga rreshjet e fundit, ku gropat e thella me ujë dhe balte bëjnë pothuajse të pakalueshme për mjetet dhe për këmbësorët. Politika premton, por realiteti i këtyre banorëve mbetet i njëjtë, premtime boshe dhe harres totale. Banorët shprehen jashtëkamere se ndihen të përjashtuar nga vëmendja e institucioneve dhe se askush nuk ka ardhur t'i dëgjojë realisht. Ata apelojnë për zgjidhje urgjente, pasi kjo rrugë është jetike për përditshmërinë e tyre. Nuk kërkojmë luks, kërkojmë vetëm dinjitet dhe një rrugë të kalueshme, shprehen ata. Nëse situata vazhdon kështu, protesta është mundësia e fundit për të bërë zërin e tyre të dëgjohet.